Meçaj, si e komenton këtë fjalinë e fundit, o ikën Rama, o është fundi i PD-s, ose opozitës, po opozita në këtë rast PD-ja? Para se të kaloj te kjo, duhet të sqaroj dy gjëra. Po. E para çdo akt juridik procedurial ndaj Belinit do të kalojë nga parlamenti, kështu që mos prisni, do të paraqitet parlamentit. Patjetër, po. Kështu që mos prisni. E dyta, Erion Velia nuk është për 1 milion euro, nuk është për 900 milion euro, është vetëm për 90.000 euro. 90.000 euro. Dhe pastaja janë ato kapriqet që kërcënoi prokurorin, që ju i gjetën lek, që ju i gjetën një shtëpi, këto janë. Dhe rasti i Erion Velis do të bëj precedent, jo thjesht në Shqipëri, por në sistemin juridik botëror, në mënyrën se si është trajtuar me atë masakër të madhe që është bërë atij dhe trajtimit që është bërë në burg. Kush mban përgjegjësi nuk mund të them, por kjo është e vërteta. Kalo këtu te Berisha. Tani, në vitin 2006-2007, unë, së bashku me zotin prokuror atje, çuditërisht u ulëm tani në këtë çështje, kur atëherë kemi qenë protagonist të kallëzimit që unë bëra për rrugën Durrës-Kukës. Prokurori ishte prokurori i çështjes, e shpum çështjen deri në vërtetimin e vjedhjes. Duhet dalë dy gjëra. Rruga Kukës Morryn është bërë fare pa projekt. Jo pa leje ndërtimi, po pa projekt. Tuneli e ka projektin, ka preventivin, dhe projekti dhe preventivi janë tender, janë në këtë procedurë dokumentare. Zbardhja e lejës ndërtimit është një procedurë burokratike që nuk ka të bëjë me pjesën tjetër. Por, çështja është, tani, na del dhe goditjen ndaj Ballukut e bën shkelësim më i madh me deklaratën 32 vjet nuk është parë, është parë zotni. Dhe ai i cili e ka shkelur ligjin me 15 këmbët e tij, a e dini që nuk ka patur as VKM as tender për Kukës Morrynën, as VKM as tender. Gjatë hetimit që u bë, u prodhuan me akte normative 5 VKM, të cilat nuk gjendet asnjë dokument në arkivat e Këshillit të Ministrave se nuk u bën. Se po të ishte arkiv ministra do kishin datë, numër, do kishin regjistrimet. Nuk janë të tilla. Janë prodhuar, janë firmosur për data që kishin një 4 muaj përpara. Autori është Sali Berisha. Pasoja dihet kush është. E vërtetuar. Çështja shtrohet përballë aferës Balluku. Që zotnia i ve emër, i ve edhe vlerë. Unë gjatë gjithë kohës po them, nuk ka në këtë akt penal që po diskutohet asgjë për vlerën, flitet për barazi para tendrave. Dhe në qoftë se me drejt gazetari tha flitet për tendrin e fundit, diferenca midis të dy dhe të parë është vetëm 10 milion euro. Pra, në qoftë do flasim për dëm ekonomik është vetëm 10 milion euro. Në qoftë se kam gjithë kohën që po e them, do flasim për të parin, tendrin e parë, me tendrin e dytë, këtë se ka kapur në asnjë vend spaku. Mos më përsërit, se ke jemi në fund. Po jo, se çfarë po kërkon Berisha të bëjë me këtë ngjarje? Asgjë ç'do bëj, do të fitoj politikisht. Vetëm kaq. Por prostituta nuk fiton duke goditur prostitutën, zotëri. Nuk mund të thuash që ajo është prostitutë më e madhe sa unë. Dhe ti e ke fundin në kosh në historisë. Nuk mund t'i dalësh popullit shqiptar ti që je vjetësi më i madh sot në Shqipëri me Kukës Morryn të dokumentuar, dhe të fillosh të flasësh për afera 230 milionë zero prokuroria, po si është aq? Është mbi 500 milionë vjedhja dhe nëse sot ne kemi probleme në buxhetin e shtetit se paguajmë akoma borxhin e Kukës Morrynës. Edhe ajo, jo për gjithë rrugën, por vetëm për 55 kilometra, sepse ajo është Rëshen, Kalimash. Nga Kalimashi deri në Morryn është tjetër gjë. Mirë. Edhe standardi rrugës, pastaj nga Rësheni deri në Thuman, ai është skandali më i madh pastaj. Okej, faleminderit Meçaj.